Kosovarët shfrytzuan të drejtën e votës dhe shprehëmbindjen e tyre politike pa ju keq përdorur të dhënat apo imazhi i tyre. Agjencia për Informim dhe Privatësi nuk ka pranuar asnjë ankesë nga qytetarët për shkelje të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale gjatë procesit zgjedhor. Arbian Arifi nga kjo agjenci thotë se vota foli lirshëm e të dhënat mbetën të sigurta falë angazhimeve të vazhdueshme para mbajtjes së zgjedhjeve. Agjencia ka arritur një sukses të tillë duke i vjedisuar paraprakisht. Pra ne kemi bërë thirrje që nga fillimi i muajit shtator, duke e ditur datën e zgjedhjeve. Pastaj edhe javën e kaluar kemi ripërsëritur të njëjtën thirrje, por edhe ditën e shtunë, një ditë para zgjedhjeve, kemi përsëritur prapë të njëjtën thirrje të gjithë subjektet politike, të gjithë mediumet. Për dallim nga zgjedhjet lokale, në ato nacionale që u mbajtën më nën shkurt, kishte pasur ankesa për shkelje të privatësisë. Në zgjedhjet e përgjithshme kemi pas disa ankesa, mirë po në këto zgjedhje nuk kemi pas ankesa si preventive agjencisë që kanë ndikuar te subjektet politike. Andaj, sipas Këshillit për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit, vëdësimi i shoqërisë për mbrojtjen e të dhënave personale është në rritje e sipër. Nuk ka pasur shkelje dhe kjo nuk kupton që është një vëdësim, po është një përgjegjësi atyre të cilët deri tash ka shkaktuar shkeljen të dhëna personale dhe privatësisë, dhe kjo është një hap i mirë. Agjencia për Informim dhe Privatësi u bën thirrje qytetarëve që çdo rast të ekspozimit të dhënave konfidenciale pa dijenin e tyre